e mezhliset e ilmit ku përsëritet dituria janë prej sendeve më të dashura tek Allahu xhallahu ala. E këto vëllezërit më thanë me zgjedh një hadith rreth së cilit flasim, jo në formë dersi, por në formë mohabetit, por unë mundova që ky hadith ta trajtojmë si e kanë trajtuar ulemaja hadithit në të kalumen hadithin. Më parë ulemaja hadithit e kanë marrë librin edhe nëse për shembull libri ka qenë Sahihu Imam Buhariut rahmetullahi alej, është lexuar hadithi bashkë me zinxhirin. Dhe ai i cili e ka shpjeguar, i cili e ka komentuar hadithin, ka shpjeguar rreth emrit të kapitullit, rreth transmetuesve të hadithit, rreth zinxhirit të hadithit, rreth vetë tekstit të hadithit dhe me kët ai vetë që e ka shpjeguar, po edhe ata të cilët kanë qenë prezent kanë përfituar nga biografia e transmetuesve, kanë përfituar nga dituria e fshehtë dhe ajo çfarë është duk, është shfaq nga autori i librit, kanë përfituar nga fjalët e pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam. Andaj mezhliset e hadithit nuk kanë qenë mezhliset hadithit. Me mezhliset hadithit ke pat hadith, ke pat tefsir, ke pat fiqh, ke pat edeb, ke pat akhlak, e ke mësuar dinin e Allahut te barekuhu teala, sepse këtë hadithi realisht është kandil prej kandilave të pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam, i cili na ndriçon neve jetën tonë. Andaj unë sot kam zgjedh një hadith të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka shënuar Imam Buhariu rahmetullahi alaihi në sahihun e tij. Thot Imam Buhariu rahimahullah, babun qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin. Thot kapitull, thënia e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam, jin këtë dynja si me qenë një i huaj, madje një kalimtar. Imam Buhariu rahimahullah, jo çka njihet nga ai, se libri i tij as-Sahih nuk është libër për njerëzit e rëndomt. Pse e them këtë? Po, është libri më i saktë pas librit Allahu xhallahu ala. Por ama libri si libër ka shumë dituri të fshehur, dituri të shifruar, e cila don deshifrim. E deshifrimin nuk mund ta bëjnë njerëzit e rëndomt. E bëjnë ulemaja të cilët e njohin metodologjinë e autorit, e bëjnë ulemaja të cilët kanë prapavi akademike dhe shkencore islame. Andë njerëzit e rëndomt nuk e kanë këtë prapavi. Për këtë çka ka i cili thotë unë kam librin e Allahut dhe Sahihun e Imam Buhariut, mjafton mu dituri. Jo, nuk mjafton se ti nuk e kupton si duhet. Se Sahihu, sidomos Sahihu Imam Buhariut, ka dituri shumë të shifruar që ka nevojë për deshifrim nga ana e dietarëve. Për shembull, ky emër i kapitullit. Ka thon kapitull thënia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kështu dhe kështu. Çfarë do të thosë Imam Buhariu? Nuk do vetëm të japë emrin e kapitullit, jo. I jep mesazh atij që lexon. Se ky hadith të cilin unë do ta përmend nën këtë kapitull është në mënyrë të prerë thënie e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Pse o imam? Për shkak se ka pat polemik. Dhe ekziston polemika sot tek kësaj dite, është çështje akademike. Në këtë hadith, a është fjalë e pejgamberit Allahut apo është fjalë e Abdullah ibn Omerit? E Buhariu pin start jep sinjal, nuk është fjalë e Abdullah ibn Omerit. Është fjalë e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam. Përveç se unë ta kam përmend zinxhirin, po të them në mënyrë indirekte që kjo është thënie e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam, andaj pranoje dhe merre si till. Mos e merr si fjalë të Abdullah ibn Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Thot haddathana Aliu ibn Abdillah, na ka treguar Ali ibn Abdullah, haddathana Muhammad ibn Abdurrahman, Abu al-Mundhir al-Tafawi, عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ترجون زنجير فيلون زنجير مع علي بن عبد الله nga Abu al-Mundhir al-Tafawi, nga Sulejman ibn Mihran al-A'mash, nga Mujahid, nga Abdullah ibn Umar, ka përmend 5 veta në zinxhirin e tij Imam Buhariu rahimahullah, nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, thot ka thon Abdullah ibn Umari, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kapi për supet e mia, kështu e ka kap. Faqala, dhe më tha, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin, jin dunja si me qenë gharib, gurbetxhi i huaj, madje si një kalimtar. Thot Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, idha amsayta fala tantadhiri al-masaa, kur të ngrysesh, do me thonë kur të hysh në aksham, kur të kap akshami, mos e prit sabahun. Fa idha asbahta fala tantadhiri al-masaa, dhe kur të gdhish, kur të kap mëngjesi, mos e prit akshamin, dhe men nga shëndeti yt për smundjen tënde dhe nga jeta jote për vdekjen tënde.
Ky është hadithi që e ka shënuar Imam Buhariu, ashtu siç e ka transmetuar nga shejhu i tij, Ali ibn Abdullah. Ai ka përmend 5 veta. Në mesin e këtyre 5 vetave vëllezër, do me thënë Ali ibn Abdullah, Abul Mundhir at-Tafawi, Sulejman al-A'mash, Mujahid ibn Jabr edhe Abdullah ibn Omeri. Të gjithë këto në periudhën e tyre kanë qenë shejhu i Islamit dhe një prej dietarëve më të mëdhenj përpos njënit. Abul Mundhir at-Tafawi, kjo është dietar për dietarëve, po jo në rangun e këtyre 4. Po këto 4 janë njerëz, është zinxhir i rrallë i transmetimit që nuk është lehtë ta gjesh. Po ka zinxhire të tjerë dhe transmetues, po jo në derexhin e transmetuesve të këtij hadithi. I pari prej tyre thotë është Ali ibn Abdullah. Kush është ky? Ky është një prej shujukëve më të njohur të Imam Buhariut, ndryshe i njohur si Ali ibn al-Medini. Ali ibn Abdullah. Dhe ky dietar është një prej dietarëve më të mëdhenj të hadithit të kohës së tij. Madje i kanë thënë Emir al-Mu'minin fil hadith, prijësi i besimtarëve në hadith në kohën e tij. Thot Imam Buhariu rahmetullahi alayhi për këtë kështu: Mastasghartu nafsi illa inda Ali ibn al-Medini. Nuk e kam poshtru dhe nuk e kam përul veten time për vetëm prezencë të Ali ibn al-Medinit. Të kret e kam ndjej se unë mund shtyhem me diturimat. Edhe me mësuesit e tij, Imam Buhariu është shtyj me mësuesit e tij në dituri duke qenë fëmijë. Kur ka ardhur tek Ali ibn al-Medini, i thot nuk e kam përul veten para askujt përveç se tek Ali ibn al-Medini. Një prej talebeve të Buhariut ka shku ka dal dhe shkon ja kallzon këtë muhabet, këtë thënie Ali ibn al-Medinit. Dhe i thot o hoxh, o dietar, Ebu Abdullah al-Bukhari po thot për ty kështu dhe kështu. Sa ai nuk e ka përul veten para askujt përveç se për para teje. Ka thonë Ali ibn al-Medini rahmetullahi alayh. Kështu thot: Al-Bukhariu lem yara mithlehu. Bukharia nuk ka pa askë si vetja e tij. Po ai e përul veten para mu, ama ai s'ka pa askën si vetja e tij. Ai është i veçantë. Dhe këtë e thot mësuesi për nxënësin e tij. Dëshmi e mësuesit për nxënësit, edhe pse është në kontekst të lëvdatës së nxënësit për mësuesin. Thot ja. Ai është i veçantë, ai s'ka pa si vetja e tij. E pyetën njëri Imam Buhariun, pasi kishte ndrujet Ali ibn al-Medini, Ebu al-Hasan, thot temenna, shpreso Imam Buhariut i kanë thonë. Ka thonë wallahi shpresoj të udhtoj në Irak dhe ta gjej gjallë Ali ibn al-Medini dhe të marr hadith prej tij. Këtë shpresë kam. Do me thonë thuje një shpresë të madhe. Shpresa e vetme e Buhariut ka qenë ty në Irak dhe ti je se gjallë Ali ibn al-Medini. Kjo është shpresa jeme. Thuhet Ali ibn al-Medini është shejх, do me thënë është mësuesi shumë dietarëve. Prej nxënësve të tij është Imam Ahmedi dhe Yahya ibn Ma'ini. Dietarëve të mëdhej. Është Ebu Davudi, autori i Sunenit. Buhariu rahmetullahi alayh. Transmetohet që Ali ibn al-Medini një herë ishte shtrir dhe nga ana e djathtë e tij ishte Ahmed ibn Hanbal, imam i njohur, dhe nga ana e majtë e tij ishte Yahya ibn Ma'ini rahmetullahi alayhima. Të dy shkruanin hadithe, Ali ibn al-Medini u diktonte. Madje është transmetuar aq shumë e ka, si me thon, e ka respektu Imam Ahmedi Ali ibn al-Medinin, sa që asnjëherë nuk e ka përmend për emri, sepse në të kalumen ka qenë turp me i thon hoxhës ton me e thirr për emri. Për shembull thuaj filan filani, po e kanë thonë me kunje. Kunje është baba i filanit, Ebu Filan. Ali ibn al-Medini është Ebu al-Hasan. Imam Ahmedi asnjëherë nga respekti nuk e ka thonë emrin e hoxhës vet, po e ka thirr për kunjen e tij, nga respekti i madh që ka pat për këtë dietar. Ka thonë Sufjan ibn Uyeyne, një prej imamëve të hadithit, i cili është shejhu i Aliut. Ka thonë etelumuneni ala hubbi Ali ibn al-Medini. A jeni të më fajsu pëse shumë e do Ali ibn al-Medinin? Se e kam pa njerëzit se ki ekstrem e do Ali ibn al-Medinin. Nëpse ka, do me thonë është mësuesi i tij. Ka thonë wallahi sa herë që vjen Ali ibn al-Medini te unë përfitoj më shumë se sa prej tij, se sa që përfiton ai prej meje. Andaj e du dhe e veçoj prej tjerë. Ka ndru jetë rahmetullahi alej në vitin 234, siç ka tregu vetë Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala. Transmetuesi i dytë ishte Abul Mundhir at-Tafawi. Dhe ky njeri ka në Sahihun e Imam Buhariut vetëm 2 hadithe. Këtë hadith dhe një hadith tjetër.
Dhe thash nuk është në rangun e famës dhe në rangun shkencor të dietarëve tjerë të cilët i përmendëm, po është prej dietarëve të besueshëm, të cilët kanë hadithe të shumtë, mirë po jo shumë hadithe në Sahihun e Imam Buhariut, andaj ai ka shënuar nga ky njeri vetëm se 2 hadithe, ka ndruar jetë në vitin 187 të Hijretit. I treti është Sulejman ibn Mihran al-A'mash, dhe ai i cili ka lexuar pak në hadith ose në shkencat hadithit, e ka dëgjuar këtë emër. Al-A'mash është gati se e pamundshme të lexojsh hadith ose shkenca fetare dhe mos bish në këtë emër. Sulejman ibn Mihran al-A'mash, rahmetullahi alej, është bashkohanik i Imam Ebu Hanifes. Mirë po Imam Ebu Hanifja ka marrë hadith prej tij. Se ky njeri është quar me hadithin, edhe pse përveç hadithit ka pas shumë shkenca. Ka lind diku 20 vite përpara Ebu Hanifes, po ka ndruar jetë një 2 vjet përpara tij, rahmetullahi alejhima. Ka thonë njëri prej dietarëve, duket se është Ibn Uyejne, mos gabofsh. Sulejman al-A'mash ka jetu shumë, mirë po gjithë këtë jetë që ka e ka ba, është veçu me diçka, me shumë ibadet ndaj Allahu xhallahu ala. 70 vjet thot, nuk i ka hik tekbiri fillestar në xhami me imamin. Kur ka thonë imami Allahu Akbar, 70 vjet me radh ai ka qenë në xhami. Thuje për dëni njerë këtë, gjoj një thuj. Këto janë vëllezër, këto janë bartësit e diturisë deri tek ne. Këto njerëz e kanë bërë diturin deri tek Buhariu, dhe ai ka shkruar librin, dhe na e ka dhënë neve librin taze të freskët. Thotë këto janë njerëzit prej së cilëve unë e kam marrë diturin. Andaj ne jemi ummet i cili mund të krenohet me të kalumen, po jemi ummet i cili mund të përfiton shumë nga ata të cilët e kanë mbartë këtë dituri nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Sulejman ibn Mihran al-A'mash është një prej imamëve prej së cilit kanë marrë dituri shumë dietar. Përmend këtë dush prej dietarëve ka kalu ka al-A'mash, për shkak se nuk ka qenë dietar vetëm i Kur'anit, i hadithit, ka qenë dietar i Kur'anit. Në mexhlisin e tij, sidomos gjatë Ramazanit, ka ul 3 ose 4 prej nxënësve të tij më të fortë në Kur'an. Dhe ju ka dhënë mushafët. Dhe me një mexhlis është ul dhe ka fillu hatmen. Prej te elhamdulillahi dhe ka mbaru min el jinnati wan nas, nuk ka gabu asnjë vend Kur'an. Dhe këtë e ka bo gjatë Ramazanit. Do me thonë, e ka lexu Kur'anin për para talebeve vetë 3 deri 4 herë. Pa asnjë gabim vëllezër. Andaj kanë thonë dietarët, siç ka thonë Yahya ibn Ma'ini kur ka fol për al-A'mash, ka thonë kana ahfazuhum lil hadithi. Ishte më i dituri prej tyre në hadith, wa aqra'uhum li kitabillah, dhe më i dituri prej tyre në librin e Allahu xhallahu ala, andaj zinxhirët e kiraeteve kalojnë në për këtë njerëz. Ata cilët kanë pak prapavin qiraete dhe to sende e din që zinxhirët e qiraeteve kalojnë ka Sulejman ibn Mihran al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Shejhu i tij prej së cilit e ka shënuar këtë hadithin është Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr Abu al-Hajjaj al-Makki al-Aswad. Mujahid ibn Jabr thot Sulejman al-A'mash nxënësi i tij, po ta shihje Mujahid ibn Jabr dhe thojshë kjo është një hamall. A i thojnë një hamall të ju? Po. Kjo është fjalë arabe. Hammal. Po ta shihje, thot Sulejman, po ta shihje Mujahid ibn Jabr, dhe thojshë se kjo është një hamall. Pse e ka thonë këtë fjalë? Ka thonë për disa çështje. E para, se Mujahidi ka qenë zezak. E dyta, Mujahidi është duk në pamjen e tij se nuk është nga elita e popullit. Teshat i ka pat shumë thjeshta, shumë të rëndomta, po edhe si me u duk fizikisht i lodhët, si kurse është një hamall. A kuptoni? Hamalli është i lodhët dhe i raskapit, jo se dona i duket ashtu. Po natyra e punës së tij e bën tillë, jo se është puna në çmuese, Allahu na ruajt. Jo, puna është halal dhe është e tillë, dikush duhet ta punojë. Thot Mujahidu dukte si një hamall. Por thot kur fliste me margaritar. Ja, dallon të pikit njerëzve tjerë. Kur fliste me margaritar. Thot Mujahid ibn Jabr, kur vendosa thot marr dituri, shkova tek Abdullah ibn Omeri. Dhe i thash Abdullah ibn Omerit, o Abdullah, unë du të të shëqëroj që të marr dituri dhe të të bëj hizmet. Dhe thot dolëm në udhtim dhe thot nuk isha unë ai që i bante hizmet Abdullahit, po Abdullahu ishte ai i cili mbante hizmet mu.
hoxha i ka bë hizmet nxënësit. Andaj mos u çudit pse Ibnul Medini e lavdron Buhariun, mos u çudit pse Sulejmani e lavdron atjetrin, këtë e kanë marrë nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. E kanë marrë nga sahabët. Pse kur e kanë pasë ky njeri është serioz kërkimin e diturisë, ky njeri duhet ruhet. Ky njeri duhet kese trajtim të veçantë. Këtë e ka bë Mujahidi, e ka bë Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu me Mujahid ibn Jabr. Andaj thot Mujahid ibn Jabr rahmetullahi alayhi, e kam lexuar gjithë Kur'anin harf pas harfi para Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu ta'ala anhuma 3 herë. Dhe e kam pyet për çdo fjalë dhe kuptimin e saj dhe për kë ka zbrit. 3 herë. Abdullah ibn Abbasi është turxhuman e Kur'an, është komentatori më i njohshëm i Kur'anit. Prej nxënësve më të njohur të tij është Mujahid ibn Jabr. Po, është Ikrime, janë tjerë, mirë po Mujahidi është prej atyre të cilët kanë marrë shumë dituri nga Ibn Abbasi. Thot 3 herë e kam hap mushafin dhe e kam lexuar fjalë pas fjale, çdo fjalë, çdo harf. Dhe e kam pyet Abdullah ibn Abbasin çfarë manaje ka kjo. Për këtë çka kanë thënë dietarët, merr në Kur'anin nga Mujahid ibn Jabr. Kam përmend 4. Një prej këtyre 4 ka qenë ky dietar i madh rahmetullahi ta'ala alayhi. Më pas është transmetuesi i fundit, është sahabiu i cili e transmeton këtë hadith nga pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi, i biri i khalifës së muslimanëve, emir al-mu'mininit Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullahu. Abdullahu është një prej personaliteteve më të njohur të sahabeve, i cili është djali më i njohur i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, edhe pse Omeri ka pat djem tjerë, e ka pat Ubejdullahun dhe tjerë, mirë po Abdullahi është më i njohur. Madje kur e vran Uthman ibn Affanin radhiyallahu ta'ala anhu, disa prej sahabeve aq shumë insistonin që ai të bëhet khalife, ju kërcnuan dhe i thanë që khilafetin duhet me marti. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu nuk pranonte. Dhe në disa trazira që pa të ndodhë në kohën në fund jetës së Abdullah ibn Umarit, ai do me thonë u izolua e theu shpatën e tij dhe tha shpata ime nuk ka mundësi që të derdh gjakun e ndonjë prej muslimanëve. Dhe është prej sahabëve i cili nuk është fut asnjëherë në asnjë trazir. Dhe prej sahabëve larg pamës, të cilët i kanë pa problemet prezente përpara se të vinë problemet. Andaj Allahu te bareke ve teala ka ruajt nga shumë fitne. Ndoshta është duaja e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam për të, sepse një ditë prej ditëve tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yuqimu al-layl ose yusalli al-layl. Sa njeri është i mirë që është Abdullahu, po që se falej natën, po të kishë bëj edhe namaz natë. Ai është njeri i mirë, ama po të kishë bëj edhe namaz natë, Allah. Edhe kjo fjalë e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam ja ka ndryshuar jetën Abdullah ibn Umarit. Thot pejgamberi Allahu që unë jam njeri i mirë, po cilësimi i mirësisë për mu, çfarë pengon kryerja një adhurimi, kjo ka qenë ndryshim në jetën e Abdullah ibn Umarit. Andaj thot nuk di nga ajo ditë që unë ta kisha lënë namazin e natës. Se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, është i mirë, po të kish fal namaz natë. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu është prej sahabëve i cili i ka thënë dikujt prej atyre të cilët kanë qenë prezent, lexo diçka prej librit të Allahut. Edhe ka lexuar. Edhe Abdullahu ka qajt, ka dëgju fjalët e Allahut dhe vetëm ka qajt. Kështu ishin sahabët. Do me thënë fjalët e Allahu xhallahu ala te ata kishin ndikim marramendës. Dhe kjo është prej dallimeve mes neve dhe atyne. Mënyra se si jemi qasur në librit Allahut dhe mënyra se si janë qasur ata librit Allahut te bareke ve teala. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu është prej sahabëve i cili ka transmetuar shumë hadithe nga pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ka transmetuar diku 2600 hadithe. Kjo është rumbullaksim. Dhe sahabët të cilët kanë transmetuar për mbi 1000 hadithe nga pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam quhen tek dietarët e hadithit al-mukthirun. Wal-mukthirun fi riwayati al-athar Abu Huraira yalihi ibn Umar, dhe sahabët mukthirun të cilët kanë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë disa. Abu Huraira yalihi ibn Umar ka thonë wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zawjatu an-nabi. Janë 7. Është Enesi, është Abdullah ibn Abbasi, është Abu Sa'id al-Khudri, është Jabiri, edhe është Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Këto 7 sahabe kanë transmetuar për mbi 1000 hadithe nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në vend të dytë prej tyre është Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, i cili i thot kapi pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, për shpatullat e mia
dhe po më thot: kun fi dunja ka annaka gharibun aw abiru sabilin. Jin dynja si me qenë një i huaj, gharib, gurbetxhi, madje thot si me qenë një kalimtar. Kam përmendim në Daqiq al-Eid dhe al-Munawi kuptimin e këtij hadithit në përgjithësi dhe ka thonë që ky hadith është prej haditheve i cili e bën njeriu që t'i pret shpresat e jetës së tij në këtë dynja, që mos ta lidh zemrën e tij me këtë dynja. Pse? Thot jin dynja si me qenë i huaj. Garib i thonë gurbetxhis, ai i cili ka ardhur nga një vend me një vend në rreth që nuk është rrethi i tij, familje që nuk është familja e tij, shoqëri që nuk është shoqëria e tij. Po hadithi shkon me një, domethënë nivel tjetër, fjalia e dytë. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jin dynja si me qenë një i huaj, thot jo si një i huaj. Madje fjala e u këtu gabimisht e ne përkthehet ose. Jin dynja si një i huaj ose si një kalimtar. Nuk e ka për qëllim këtu, nuk e ka kuptimin ose, po e ka qëllimin bel, madje si një kalimtar. Ky hadith po na thot neve që jeta e njeriu në këtë dynjë është sikurse jeta e gurbetxhiut. E si duket gurbetxhiu atje ku është në gurbet? Duket se ndoshta dallon ngjyra e lëkurës së tij nga ngjyra e banorëve të vendit. Dallon veshja e tij nga veshja e banorëve të vendit. Dallojnë traditat e tija nga traditat e banorëve të vendit. E pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, domethënë jep kurajo Abdullah ibn Omerit ji i till. Çfarë vjen kjo? Domethënë nëse urdhri i Allahut dhe ajo çka e dëshiron Allahu nga robi i tij, të bën të ndjehesh në shoqërinë tënde, po je i kapur për fenë e Allahut, si një gurbetxhi, duke qenë gurbet, dallohet me petkun e tij, dallohet me ngjyrën e lëkurës, dallohet me frizurën e tij, dallohet me ngrënien e tij, dallohet me kulturën e tij, dhe ti je kështu në çështjet fetare. Dallohu nuk prish punë, sepse ti realisht je gurbetxhi në këtë dynja. Po pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam i thot jo gurbetxhi, sepse ka mundësi që gurbetxhiu të vjen dhe të jeton me një vend me vite të tëra dhe të kthehet në vendin e tij. Apo jo, i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo si gurbetxhi, madje bel abiru sabilin, banu një kalimtar. E kalimtari vjen me një vend, përfiton nga gjërat, bun, lahet, pastrohet, merr nga gjërat për cilat ka nevojë për ku? Për të vazhduar rrugtimin e tij. Kaq. Dhe ky hadith e shkputën atë lidhjen e madhe që e kemi ne me këtë dynja. Lidhje e cila është pjesë e instinktit ton njerëzor, por që Allahu xhallahu ala na ka treguar se kjo është e dëmshme. Madje na ka thonë që ne duam dynjan dhe duam pasurinë dhe japim përparësi dynjas para ahiretit, mirë po kjo nuk është e shëndosh për ne. Nuk është e mirë për mirëqenien tonë dynja dhe në ahiret, sepse i urtë dhe i mençur është ai i cili e din vendin e tij në këtë dynja, e din çfarë të vepron në këtë situatë. Ji kalimtar, vepro si i tillë. Ji gurbetxhi, vepro si i tillë. Mos u bën kalimtar i cili do ta marrë fjalën, mos u bën kalimtar i cili do zonë vend dhe të bëhet i pari në atë popullat cilën ka ardhur. Jo, ti je kalimtar, ti je gurbetxhi, ti vazhdon të jesh i huaj. E ne jemi tuaj në këtë dynja. E pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam me gjithë seriozitetin dhe në mënyrën më të mirë e ka kap për shpatull Abdullah ibn Omerit dhe ja thot këto fjalë. E Abdullah ibn Omeri e komenton këtë gjë me fjalët e tija dhe thot: radiyallahu ta'ala anhu, idha amsayta fala tantadhiri as-sabaha. Kur të ngrysesh, do me thonë kur të hysh në akşam, mos e prit sabahun. Çfarë kuptimi ka kjo fjali? Do me thonë kur të kap akşami dhe ti ke qenë duke vepru diçka, mos u ndal të pushojsh që të vjen sabahu për të punu. Ja, nuk ka kohë për pushim. S'ka kohë për pushim. Ke mbaru një vepër, vazhdo me një vepër tjetër. Për shkak se jeta e njeriu në këtë dynja, nga hadithi njeriu mund të kupton, unë jam kalimtar, shkoj me nive, vjen nata, duhet me pushu. Abdullahu thot, jo. Po ti je kalimtar, mirë, po ky kalim që e bëjmë ne në këtë dynja nuk na jep luksin e pushimit, nuk na jep luksin e përtacis, nuk na jep luksin e plokshtis që ndonjëherë ka për njeriu. Duhet me punu, duhet me ulot. Për çka? Duhet me ulot për atë çka është synimi jon, duhet me ulot për atë për cilën jemi kriju. Ajo është xheneti Allahu te bareke teala. Andaj thot, nëse të vjen akşami, mos e prit sabahun, dhe nëse të vjen sabahu, mos e prit akşam. Mos prit morri pa punë. Bëhu aktiv në gjërat cilat e kënaqin Allahun te bareke teala, wa khudh min sihatika li maradhik, dhe merr nga shëndeti jot, do me thonë bën një buxhet
të veprave të mira kur je i shëndosh, se vjen koha kur të smuhesh. Dhe ajo e cila t'jep mirëqenje në raportin tënd me Allahun, është ky shëndet jot, kjo rinie jot, kjo kohë e lirë të cilën e ke. Se kur të smuhesh, e lypat shëndet, po Allahu te barekuhu teala ndoshta nuk ta jep. Dhe thot merr nga jeta jote, bën buxhetin tënd në jetën tënde për vdekjen tënde. Dhe me këtë mbaron ky hadithi pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Do të zgjata pak më bëni Allah. Lutja Allahun xhallahu ala që Allahu na bën ta kuptojmë këtë hadith ashtu si është. Sepse te në Islam ka dallim mes informatës edhe diturisë. Informata është ne dëgjojmë dhe të lexojmë edhe të vazhdojmë. Dituria është dëgjojmë dhe të lexojmë dhe të mësojmë, ama të njëjtën ta zbatojmë. Kjo është dituri. Allahu ka thënë wattaqullah wa yuallimukumullah. Jeni devotshëm edhe Allahu do t'ju mëson. Andaj janë të lidhta njëra me tjetër. Me do e mos lidhen njëra me tjetër. Njeriu mëson që të zbaton, që ta kënaqë Allahun te barekuhu teala. Nëse e bën kët, Allahu do ta mëson. E kuptoni? Allahu ja lehtëson mësimin. Ne nuk jemi të mbledh informata, ne jemi të mbledh dituri e cila e kënaq Allahun te barekuhu teala. Allahu na bëft për atyre të cilët kur mësojnë për të punuar dhe për ta kënaqë Allahun te barekuhu teala.